A Place in the Sun do të përfaqësojë Shqipërinë në Bienalen e 61 të Artit në Venecia. Shqipëria do përfaqësohet në Bienalen e 61 të Artit në Venecia me projektin A Place in the Sun. Lajmi u bë ditur nga Ministri i Turizmit, dhe Kulturës dhe Sportit Blendi Goxha në një postim në rrjetet sociale, ku theksoi se kurini u përzgjodh nga hyrja e përbërë nga Adale Demetia, Katerina Grekos, Blanche de Lestrange, Elian Stefa dhe Anisa Zeqo. Juria zgjodhi këtë projekt si më bindësi ndër 17 aplikimet e pranuara përmes thirrjes së hapur, pasi spikat për thellësinë e kuadrit të tij konceptual, për saktësinë e realizmit vizual. Ky projekt ndërthur kërkimin arkivor, folklorin dhe imagjinatën. Kurini eksploron mënyrën se si kujtesa kolektive dhe ideologjia formsojnë identitetin dhe hapësirën, duke endur lidhje mes së shkuarës shqiptare dhe ndërthurjeve të saj me Bashkimin Sovjetik, nënvizoi Goxha. Ministri Goxha u shpreh se juria vlerësoi risjelljen kujtesë të arkivave pamore lokale përmes një këndvështrimi absurdist dhe lindor me qasjen e tij shumë dimensionale dhe eksperimentale ndaj historisë.